Jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, do të lidhem tani me kolegun Osman Stafa sigurisht për diskutuar atë se çfarë është miratuar në orët e para të mëngjesit, një seancë gjatë maraton kjo e Parlamentit ku duket se ka konkluduar me miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026. Osman, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ina, siç ti e the, ka qenë kjo një seancë maraton e mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë plot 16 orë, ku parlamentarët e majorancës dhe ata të opozitës kanë diskutuar sa i takon projekt buxhetit të vitit 2026, i cili në fund, rreth orës 3 të mëngjesit, është miratuar me votat e majorancës, 83 votat të majorancës, ndërkohë siç edhe dihej, opozita ka votuar kundër, ka qenë 32 ligjvënës të opozitës, të cilët pra kanë votuar kundër projekt buxhetit për vitin 2026. Ndërkohë buxheti ka qenë 8.8 miliard euro, i cili është destinuar për të dërguar dhe për të shpërndarë në institucione të ndryshme, ministri apo drejtori të tjera, me qëllimin përfundor pastaj për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Ndërkohë, nga ana tjetër, bjen sy fakti se gjatë votimit të projekt buxhetit, sikundër edhe 8 projekt ligjeve të paketës fiskale dhe për të ndaluar tek paketa fiskale, kanë qenë 2 deputet Partisë Socialiste, të cilët pra nuk i kanë votuar ato, dhe konkretisht Erion Braçe nuk ka votuar projekt ligjin për sistemin e taksave vendore, ndërsa Vullnet Sinaj nuk ka votuar 2 projekt ligje për paketën fiskale. Ndërkohë që seanca e dieshme u shoqërua edhe me përplasje debate të forta, në fakt kishim rikthimin e kryeministrit Edi Rama në Kuvendin e Shqipërisë pas shumë seancash mungesë. Ai u rikthye për të folur për buxhetin. Për fjalimin e zotit Rama, të lutem, ka një domethënie fakti që zoti Braçe nuk ka arritur ose nuk e ka votuar projekt buxhetin e 2026-s, kjo është bërë për arsye të mungesës së tij apo ka një arsye tjetër? Dhe çfarë tregon në vetvete? Jo, atëherë për ta sqaruar, zoti Braçe pra e ka votuar projekt buxhetin për vitin 2026, ndërkohë nuk ka votuar vetëm një nga projekt ligjet për paketën fiskale. Pra për ta sqaruar më qartë edhe për qytetarët, ditën e dieshme në rendin e ditës ka qenë projekt buxheti pra për vitin 2026 dhe 8 projekt ligje të tjera të paketas fiskale, të cilat u diskutuan dhe u debatuan mjaft mes majorancës dhe opozitës, sikundër kanë qenë ajo e faljes së detyrimeve, pra që nga vitet 90 deri në vitin 2014 për ata persona apo biznese më saktë, të cilët u kanë pasur tatimeve dhe dogana, borxhe apo gjoba të caktuara, dhe ndërkohë nga ana tjetër ka qenë ajo e paqes fiskale, cila është një lloj marrëveshje që shteti, tatimet do të bëjnë me bizneset caktuara për të dakordsuar taksat që do duhet i paguajë biznesi në fund të një muaji, pra shtetet shqiptare, ndërkohë nuk do të ketë në atë biznes pastaj kontrolle të vazhdueshme. Sikundër është edhe propozimi tjetër që lidhej me paketën fiskale, që do jepet mundësi bizneseve që në 5 vitet e fundit, nëse nuk kanë deklaruar para shuma të ndryshme, ata të mundet t'i deklarojnë, ndërkohë që kjo është kundërshtuar nga opozita, pasi sipas tyre kjo është një lëvizje që i hap mundësinë që individët caktuar që lidhen me biznesin dhe që operojnë në fushën e krimit organizuar të mund të pastrojnë para. Ndërkohë për t'u rikthyer më pas fjalimit dhe asaj çfarë ndodhi përgjatë gjithë ditës së djeshme në një seancë maraton 16 orë, të duhet theksuar se kryeministri Edi Rama rikthehet pas shumë seancash mungesë në Kuvendin e Shqipërisë dhe erdhi për të mbrojtur buxhetin e vitit 2026, ndërkohë që opozita kishte pra menduar një protestë gjatë kohës që kryeministri do të fliste për buxhetin e vitit 2026 duke i kthyer atij shpinën. Të paktën kjo ishte forma e protestës së zgjedhur nga opozita. Ndërkohë nga ana tjetër kishim edhe një moment tjetër i cili patjetër nuk i shpëtoi vëmendjes së medias, rikthimi gjithashtu i Belinda Ballukut në Kuvendin e Shqipërisë pas disa mungesash në jetën parlamentare, kjo për shkakun e publikimit zyrtarisht të akuzës që SPAK ka drejtuar ndaj saj, pra është e pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras. Ndërkohë nuk kjo prit me protesta nga opozita, e cila në jo pak raste kërkonte dorëheqjen dhe shkarkimin e Belinda Ballukut, e cila në momentin që mori fjalën e saj, opozita u largua nga seancat
nga salla plenare duke bojkotuar atë, ndërkohë që në sallë mbeti Agron Shehaj dhe Erald Kapri. Zoti Shehaj, si drejtues i partisë Mundësia, replikoi në jo pak momente gjatë kohës që zonja Balluku ishte duke mbajtur fjalën e saj dhe duke sqaruar se nuk do të komentonte çështjen e saj në SPAK pasi është çështje nën hetim dhe do të priste vendimin e drejtësisë, ndërkohë që akuzat e vazhdueshme të Shehajt në drejtim të Ballukut bën që kryetari i kuvendit Niko Peleshi të merrte masa deri në përjashtimin e Agron Shehajt nga salla plenare. Seanca u ndërprej duke qenë se zoti Shehaj nuk po largohej nga kuvendi i Shqipërisë nga sallat plenare, ndërkohë që me fillimin e rifillimin e seancës pra përsëri zoti Shehaj u largua, ndërkohë që Belinda Balluku nuk u rikthye për të lejuar fjalën e saj për projekt buxhetin e vitit 2026. Në fakt, u vëre edhe nga gazetarët që ditën e djeshme, në momentet kur zoti Rama ishte duke mbajtur fjalën e tij, në jo pak raste zonja Balluku nuk duar trokiste sikundër bënin kolegët e saj në kuvendin e Shqipërisë pas çdo tematike që përmendte kryeministri Edi Rama për projekt buxhetin e vitit 2026 apo sulme që ai kishte menduar në drejtim të opozitës. Më tej vijuan diskutime të shumta sa i takon buxhetit sektorëve të ndryshme si shëndetësisë, arsimit, të cilët u ngritën si shqetësime nga Partia Demokratike dhe partitë e tjera opozitare, duke deklaruar se projekt buxheti nuk shkon siç duhet në ndihmë të qytetarëve, por shkon në ata individë të cilët sikundër sipas opozitës kanë bërë deri tani do ta vjedhin atë duke e përdorur për tendera, për koncesione të caktuara që më pas janë para që shkojnë në xhepa të pushtetarëve. Shumë i qartë, Osman, faleminderit shumë për detajet që përcolle rreth asaj çfarë ndodhi ditën e djeshme në parlament. Faleminderit juve. Ishim me kolegun Osman Stafa teksa bëm një përmbledhje të asaj se çfarë ndodhi ditën e djeshme në një seancë të gjatë maraton në parlament që ka konkluduar mëngjesin e sotëm me miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026. Ishte ky lajmi i fundit. Faleminderit që na ndoqët.